Territori shqiptar për datën 14 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot të kthjellët në pjesën më të madhe të vendit dhe kalime të lehta vranësirash në zonat perëndimore. Paraditja do të jetë me diell në të gjithë vendin, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta në ulësirën perëndimore dhe bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 19 gradë Celsius në jug dhe bregdet. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 7 deri në 8 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa në zonat bregdetare her pas here arrin deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 14 nëntor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 14 nëntor do të jetë në orën 6:21, ndërsa perëndimi në orën 16:30. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 17 gradë Celsius. Kukës 11 deri në 17 gradë Celsius. Peshkopi 10 deri në 16 gradë Celsius. Tiranë 12 deri në 17 gradë Celsius. Durrës 12 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj 11 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan 12 deri në 17 gradë Celsius. Berat 11 deri në 17 gradë Celsius. Korçë 7 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë 14 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër 11 deri në 18 gradë Celsius. Sarandë 14 deri në 19 gradë Celsius.